Danja Koka është një nga banorët më të spikatura, e cila me karakterin e saj ka rrëmbyer mijëra ndjekës nga anën bandë Shqipërisë. Ajo pas disa ditës qëndrimi në mbrëm është surprizuar nga motra e saj, Ertila Koka. Ertila njihet në skenën e muzikës, e cila ka krijuar disa këngë dhe një ndër ta më të njohurat është dhe bashkëpunimi me reperin Dyton. Ajo u bashkua këtij reality show për disa minuta duke performuar këngën Tuman Kuqe dhe për t'i dhuruar mbështetje motrës. Na do të rikujtojmë se Danja është një lojtare mjaft e fortë, që spikatej që në ditët e para që hyri në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Sjellja e saj dhe mënyra se si i trajton situatat ka bërë për vete shumë shikues të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, kur përveç se po e ndjekin në çdo moment, janë kthyer në fanca fanatik të Danjës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.